Mbledhja e thirrur jashtë radhe nga këshilltarët e opozitës në Këshillin Bashkiak të Maliqit është shoqëruar me debate dhe tone të forta nga fermerët e pranishëm në sallë. Sipas tyre, një pjesë e mirë kanë humbur prodhimet për shkak të përmbytjes së tokave. Ata kërkuan dëmshpërblim për dëmet në tokat bujqësore, pasi kjo nuk është hera e parë që ka ndodhur diçka e tillë në tokat e tyre. Kam një muaj gjysmë që ju kam lajmëruar e i keni matur edhe tokat e ku janë dëmshpërblimet. I matët, i pluguam, i bëllëm prap grur, prap u mytën. Mora 50 milion kredi unë brazer. Tash nga to vetëm, nga to përpiqem. Rreth 500 metro edhe vazhdon ujtë akoma edhe nuk është bllokuar diga. Ka i përgjegjës apo jo? Bazën materiale unë e kam këte, po ngordin ato lopët e mia. Ka sot apo jo, le të më japi një përgjigje. Më jashpër është treguar këshilltari opozitari Ulson Brahimllari teksa ka përsëritur fjalët e kryeministrit Rama në vitin 2011, lidhur me dëmshpërblimet për shkak të përmbytjeve. Sipas këshilltarit, e njëjta gjë duhet bërë edhe sot. Në 2011, ngjitur midis Koritës dhe Zvezdës, kryeministri aktual bëri një deklaratë të cilën unë do t'ja përsëris sot mazhorancës. Saliu do shpërblej të gjithë fermerët një me një për dëmin dhe në atë kohë morët nga 120.000 lekë për 2 lyp. S'po kërkojmë asnjë gjë sot, të përsëritin atë gjë që kanë thënë në atë kohë. T'ju shpërblej. Sipas kryetarit të Këshillit Bashkiak të Maliqit Ornildi Demollari, kryeministri Rama është shprehur në një deklaratë për gjithë fermerët që kanë patur dëme nga përmbytjet. Deri në këtë moment nuk kemi ndonjë përgjigje se çfarë do bëhet. Dimë vetëm sa kemi mësuar nga mediat, si ju edhe ne, që kryeministri deklaroi që ka vendosur një fond për 50 milion eurosh në dëm të përmbytjeve të nëntorit dhe këto të tanishme. Shpresojmë që në këtë deklaratë të kryeministrit të jemi dhe ne. Të jenë dhe fermerët e fushës Maliqit. Në fushën e Maliqit afërsisht janë 4.000 hektar të përmbytur, sipërfaqet më të mëdha janë në zonën torfike.